Pasi që sot është një ditë shumë e madhe vëllezër të ndershëm besimtarë, për kombin tonë. Është dita e 7 marsit. Secili prej nesh që jemi këtu në xhamin sot, ka kujtime nga fëmijëria e tij. Ka kujtime nga mësuesit e tij dhe mësuesit. Dhe ne këtë ditë duhet ta festojmë. Këtë ditë duhet ta nderojmë me nderime të veçanta. Sepse me dhënë dikush dritë o vëllezër të ndershëm besimtar, nuk ka sen më të vlefshëm. As mund të përshkruhet, por vetëm përjetohet. Sot është dita e mësuesve tanë. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjithë mësuesit dhe mësuesit që nuk janë mesin tonë, Allahu xhaleshanuhu t'i nagradon me gradat e larta të xhenetit. Mësuesit dhe mësueset që janë në penzion, Allahu xhaleshanuhu ju dhash të jetë të gjatë, të kënaqen me pensionin e tyre. Dhe ne kur t'i takojmë ato, t'i respektojmë, t'i nderojmë, t'i duam, kursa ata të cilët gjenden dhe janë aktiv në shkolla, t'i përkrahim, që ndihmojmë sepse ata e përgatitin ardhmërinë tonë, sepse ata mirën me fëmijët e tonë, sepse atyre va kemi dërgu amanetin tonë. Dhe këtë amanet që Zotit e kanë morë dhe Zoti i shpërblet me mirat e tij ka kufishme. Duke ditë se mesin tonë kemi edhe shumë mësues dhe mësuese të cilës janë mesin tonë, ju ftoj bashkarisht që t'i kujtojmë me një Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Urime të gjithë mësuesve dita e 7 marsit. Inshallah kaloni çaste të mira, inshallah jemi nga ata të cilët u adim vlerën, ju nderojmë, ju respektojmë atë sa kemi mundësi. Alhamdulillah rabbil alamin.